Të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur këtu në ekranin e televizionit Apollon. Turizmi dhe strategjitë e zhvillimit të tij, trashëgimia kulturore dhe ajo natyrore, si t'i ruajmë dhe si t'i shfrytëzojmë resurset, është kjo ajo për të cilën do të flasim mbrëmjen e sotme. Dhe për të folur dhe për të diskutuar rreth kësaj teme sa të gjera aq edhe të larmishme, unë kam të ftuar zotin Salvatore Messina, rektor i Universitetit Europian të Turizmit. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Buonasera, buonasera. Kemi zotin Baftiar Zeqa, kryetari i Bashkisë Fier, përshëndetje. Kemi dy profesor të nderuar, profesorin Perikli Qiriazi, profesor në Universitetin e Tiranës dhe profesor në Universitetin Europian të Turizmit, apo jo? Përshëndetje. Kemi dhe profesorin Dimitër Doka, profesor në Universitetin e Tiranës. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Gjithashtu kemi të ftuar në këtë panel të gjerë të natës së sotme për të diskutuar edhe zonjushën Rezarta Hoxhallari, e cila është drejtuese e një projekti që merret pikërisht me zhvillimin dhe strategjitë e turizmit. Përshëndetje. Kemi dhe përkthyesen ton punojëse pranë Bashkisë Fier, zonjushën Giselda Rushani. Përshëndetje. Atëherë do doja ta nisnim pikërisht nga ju, zonjusha Hoxhallari, duke qenë se merreni me këtë projekt. Ku konsiston projekti që ju po implementoni dhe cili është qëllimi i tij në vetvete? Atëherë, sikundër Qarku i Fierit është një qark me vlera të shumta natyrore, objekte të shpallura, zona të mbrojtura, midis tyre edhe zonat të cilat nuk e kanë fituar ende statusin e zonave të mbrojtura. Kemi pasur domosdoshmëri që të ndërmarrim këtë projekt për të bërë të njohur pikërisht këto resurse natyrore të Qarkut të Fierit, në mënyrë që t'i vëmë ato në shfrytëzim turistik, t'i mbrojmë për të përfituar edhe të ardhurat financiare prej tyre. Qëllimi dhe objekti i këtij projekti është si fillim njohja me këto vlera të larmishme të Qarkut të Fierit, pasi nëse nuk bëhet njohja, më pas nuk mund të bëjmë asnjë nga ato që unë thash pak më lart, dhe më pas të vazhdojmë me studimin shkencor të këtyre vlerave për qëllime turistike, por sidomos për të arritur atë që sot është futur si koncept në literaturën gjeografike, por edhe në programet e qeverisë vendore apo qendrore, zhvillimi i qëndrueshëm, që do të thotë të zhvillosh turizmin për pa prishur ekuilibrat natyror dhe pa dëmtuar këto objekte që në fundit nuk duhet t'i shikojmë vetëm sot, nuk duhet t'i shfrytëzojmë vetëm sot, por duhet t'i kemi këto vazhdimisht edhe në të ardhmen. Po, atëherë, profesor Messina, ju e keni ndjekur nga afër dhe zhvillimin e qytetit të Fierit, apo jo? Cilat janë resurset? A ka sot resurse të tilla dhe si mendoni t'i shfrytëzoni ato? Allora, quante sono le risorse di Fier e chi sono queste risorse oggi? Intanto devo dare due informazioni importanti. Secondo me è estremamente importante che l'amministrazione comunale di Fiere abbia deciso di lanciare questo progetto. Atëherë, në radhë të parë, dua të them dy informacione të rëndësishme. Dua të falenderoj Bashkinë e Fierit që po jep këtë informacion mbi këto aktivitete, mbi këto vlera culturore. La risorsa principale per l'Albania e per Fier è la natura e la cultura. Risorset më të rëndësishme për Shqipërinë dhe për Fierin është natyra dhe kultura. Sono due dei tre grandi pilastri su cui fare crescere il turismo sostenibile in Albania. Atëherë janë dy shtyllat më kryesore ku mund të mbështetet Shqipëria. Il terzo pilastro sono le competenze. Dhe shtylla e tretë janë kompetencat. Se noi analizziamo l'evoluzione del mercato turistico internazionale, scopriamo che quello che richiede il turista internazionale oggi è un turismo sostenibile. Atëherë, nëse ne shikojmë zhvillimin turistik në botë, do të shikojmë atë që kërkon turisti. Turisti kërkon pikërisht zhvillimin turistik të qëndrueshëm. Ovvero relazione con la comunità residente. Ose mund të themi që të ketë një këmbim me komunitetin që qëndron në këtë vend turistik. Per avere questa relazione fra due culture diverse di chi viene a visitare questa realtà e di chi vive in questa realtà. Per të patur këtë afrimitet me komunitetin
arsyeja kryesore është për të ditur se kush vjen që jashtë dhe kush jeton në këtë komunitet. Ma dobbiamo dare occasioni per venire, motivazioni per venire in questa terra. Duhet japim rëndësi kësaj gjëje dhe duhet japim mbi të gjitha motiv për çfarë të vinë në këtë tokë. Avete in Albania e particolarmente a Fier, con i monumenti della natura, con il parco naturale di Divjaka nel territorio di Fier, con il parco archeologico di Apollonia, con altre realtà culturali, non voglio citarle tutte, grandi risorse, vanno messe a sistema. Kemi shumë risorse në Shqipëri dhe mbi të gjitha dhe në Fier, këtu mund të përmendim në qarkun e Fierit atë të Divjakës, atë të Apollonisë edhe shumë të tjera që nuk është shumë e rëndësishme që t'i përmendim, por duhet që t'i vlerësoni këto risorse dhe duhet t'i shfrytëzoni ashtu siç duhet për të bërë që turistët të vinë sa më shumë. Questo vuol dire far sì che ci sia il prodotto turistico fruibile. Kjo do të thotë që të gjendet produkti turistik i përshtatshëm. Se Apollonia è vicino a Fier, ma non c'è un autobus che continuamente fa l'andata e ritorno fra Fier ed Apollonia, Apollonia non fa parte del prodotto turistico di Fier. Nëse Apollonia është afër Fierit dhe për të shkuar atje nuk është një autobus që të shkojë dhe të vi disa herë gjatë ditës, atëherë Apollonia nuk mund të themi që bën pjesë në kulturën e Fierit. Se non abbiamo una segnaletica turistica sufficiente per poter far sì che il turista individuale, non il turista organizzato col pullman che arriva dalla Germania o dalla Francia o dall'Italia, il turista individuale. Nëse nuk kemi një segnalacion të mirë të rrugës për të shkuar turisti që vjen nga Gjermania ose nga Italia ose nga shumë shtete të tjera për ta gjetur vetë, atëherë ku do të shkojë? Non abbiamo turismo. Nuk kemi turizëm. Se non abbiamo una gestione sostenibile, corretta, intelligente delle risorse turistiche del territorio integrate fra di loro, non abbiamo prodotto turistico. Nëse këto pjesë kulturore të vendit dhe flasim këtu për ato të Fierit, nuk i kemi të lidhura ashtu siç duhet, atëherë nuk mund të flasim dot për turizëm dhe për risorse kulturale. Questo è il compito che l'Università Europea per il Turismo, su richiesta del professore Pericle Ciriasi, vuole apportare a questo progetto. Kjo është dhe detyra e Universitetit Europian për Turizmin bashkë me profesor Ciriazin për të sjellë këtë gjë në këtë projekt. E il segretario Crietare della Baschia di Fier sa perfettamente che abbiamo sottoscritto l'anno scorso un accordo di cooperazione fra la Baschia di Fier e l'Università Europea per il Turismo per fare in questo territorio 2 laboratori all'aperto e una grande manifestazione culturale. Dhe kryetari i bashkisë që sot është këtu e di shumë mirë këtë gjë dhe vitin e kaluar kemi bërë 2 marrëveshje për të bërë 2 aktivitete shumë të rëndësishme dhe e pari është për të ngritur 2 laboratore në ambient të hapur në Divjak dhe në Apolloni dhe dyta për të bërë një manifestacion shumë të madh me të gjitha shkollat e të gjithë Shqipërisë për të bërë një konkurim aty. Dhe ata që fitojnë profesori do t'i marrë dhe... Qartë, duke qenë se dolët tek bashkëpunimi me pushtetin vendor, do doja që fjallën t'ja jepni pikërisht zotit Zeqaj, atëherë keni qenë njiheni pra si një promotor i zhvillimit jo vetëm të turizmit, por të disa fushave në qarkun Fier. Si ka qenë ky bashkëpunim, le të themi, ku e keni parë frytshmërinë dhe efektshmërinë e këtij lloji bashkëpunimi? Së pari doja të theksoj që ne vazhdojmë që Fierin të mos e konsiderojmë thjesht si një qendër administrative të qarkut, por dhe politike, por si qendër shumë të rëndësishme, kulturore, turistike, historike, etj. Edhe në projektin konkret ne vazhdojmë të marrim pjesë në këtë projekt ose të bashkëpunojmë në këtë projekt, me qëllim që krahas vlerave të tjera qarkut Fierit ti evidentojnë dhe monumentet e natyrës, krahas monumenteve të kulturës, apo dhe vlerave të tjera që kemi folur në takim apo emisione të tjera, ose në projekte të tjera. Unë ndihem mirë që në këtë projekt ne kemi përfaqësues dinjitoz, ose kemi bashkëpunëtor dinjitoz, dhe besoj që shumë shpejt, mbase në këtë studio, do të shpalosim atë që kemi arritur. Nuk është fjala që mbas evidentimit të këtyre vlerave, tek ne do të vërshojnë turist, por është shumë e rëndësishme ajo që tha dhe profesor Massimo që ne të evidentojmë realisht vlerat dhe që ka qarku, monumentet e natyrës që ka qarku i Fierit ose vlerat të ndryshe, me qëllim që
ai që vjen të di ku vjen, ku shkel dhe çfarë duhet vlerësoj, çfarë duhet evidentoj. Është një punë, është një themel i hedhur shumë mirë. Besoj që është një eksperiencë e re edhe për qendrat e qarqeve të tjera të Shqipërisë, është një eksperiencë e re për qytetet e tjera dhe për qarqet e tjera. Qartë, profesor Shiriazi, keni dhënë dhe sot disa orë leksion apo jo për të rinjt e qytetit të Fierit. Si keni njohur, le të themi, hapat e para, pra si keni njohur këto trashëgimi natyrore në qarkun Fier, sepse duhet të njohësh, pastaj të punosh mbi to, të shfrytëzosh. Së pari unë desha të falenderoja kryetarin e bashkisë, kryetarin e qarkut, natyrisht dhe kolegët të tjerë, që më krijuan mundësinë të japin dhe ne kontributin tonë për njohjen e kësaj vlere të jashtëzakonshme të natyrës, dhe jo vetëm ta njohim, por ta vëmë në shërbim të zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit. Unë kam disa vite që merrem me trashëgiminë natyrore të gjithë vendit tonë, në këtë kuadër edhe të trashëgiminë natyrore të qarkut të Fierit. Dhe ajo që më ka bërë përshtypje është se vendi ynë ka një pasuri të jashtëzakonshme, vlerash unikale, të cilat janë cilësuar me të drejtë si trashëgimi natyrore, cilat pasaj të diferencuara mbi bazën e kategorive të tyre, janë rezervate strikte mbrojtje, janë parqet kombëtare, janë monumentet e natyrës, rezervate natyrore të menaxhuara, peizazhet e mbrojtura dhe zonat e resurseve të menaxhuara. Por projekti për të cilët ne kemi mbledhur sot ka të bëjë vetëm me njërin prej këtyre kategorive dhe pikërisht ka të bëjë me monumentet e natyrës. Dhe monumentet e natyrës pikërisht për qarkun e Fierit. Ne menduam së bashku me zonjushën Rezarta që projekti ynë të fillonte pikërisht me sensibilizimin e opinionit për këto vlera, duke filluar nga njohja e këtyre vlerave dhe pastaj të mendojmë për hapat e mëtejshme. Dhe menduam që këtë sensibilizim ta bëjmë duke filluar qysh me shkollat. Dhe sot patëm rastin e mirë, rastin fatlum, të bisedoj me nxënësit e disa shkollave të Fierit, të Patosit, të Semanit, pikërisht për këtë problem. Dhe vëmre se nxënësit ka një kureshje jo të vogël për të njohur këto vlera, sepse ne mendojmë që do jenë këta nesër drejtuesit e pushtetit lokal, pushtetit vendor, të pushtetit qendror, por dhe të problemeve të turizmit, do jenë këta që do drejtojnë agjensitë, do jenë këta operatorët e turizmit. Por është nevojshme që tek këta ne ta bëjmë të njohur këtë vlerë dhe këta pastaj këtë vlerë ta transmetojnë në rrethin e tyre familjar, po edhe më gjerë, në mënyrë që këto vlera të njihen dhe të vijen padyshim në shërbim të zhvillimit të turizmit. Sepse kam përshtypjen se është një konceptim i ngushtë i rrugës dhe mënyrës së zhvillimit të turizmit. Sepse quhet e përfunduar puna për zhvillimin e turizmit nëse hapen hotelet, ngrihen restorantet, ngrihen lokale dhe me këtë ne kemi zhvilluar turizmin në vendin tonë. Natyrisht këto janë të nevojshme, sepse njerëzit që vinë, turistit që vinë do dhe të hajë, do dhe të flet. Po s'është kjo e vetmja, sepse turisti do vinë në Fier, padyshim do rinë në hotel, do hajë në restoran, por ai do të shikojë diçka nga Fieri, atë që është e veçanta e Fierit. Dhe këtë të veçantë i ofron kultura shumë e pasur, sitet kulturore shumë të pasura, por natyrisht dhe sitet natyrore shumë të pasura. Në mënyrë që ta mbajmë turistin në Fier, të rrihet të flerë në Fier dhe ai të vejë të vizitoj me të gjitha rrugët që tha profesor Mesina, gjithë sitet natyrore dhe kulturore të rrethit të Fierit. Prandaj ne menduam që ky do të ishte hapi i parë, sensibilizimi. Dhe ne kemi përgatitur dhe disa vletpalosje, do vëmë disa postra, do vëmë një hartë të madhe të monumenteve të natyrës qarkut të Fierit, në mënyrë që kushdo që ecën rrugës të shikojë këto vlera dhe të mendojë për to, për t'i ruajtur dhe për të menduar pastaj se si t'i fut në shfrytëzimin turistik të këto vlera. Qartë. Profesor Doka, juve jeni profesor dhe më mirë se ju nuk do i përgjigjej askush tjetër pyetjes që do t'ju bëj tani. Mendoni se kjo trashëgimi kulturore dhe natyrore është një rastësi më tepër apo është një dhuratë për vendin tonë dhe pse pikërisht për qarkun Fier?
ku jeni të interesuar. Faleminderit, edhe unë rreth parë duhet shpreh kënaqësinë që jam bërë pjesë e këtij projekti dhe falenderoj organizatorët që më përfshin në këtë projekt. Vetë të zhvillojnë Universitetin e Tiranës vendin e gjeografisë turizmit dhe pjesë e saj janë edhe trajtimi i shumë i këtyre vlerave, domethënë natyrore dhe kulturore. Këto janë baza e parë e zhvillimit turizmit në çdo rajon. Këto janë, nuk mund t'i quajmë rasti, këto janë të dhuruara nga natyra, sidomos të themi ato trashëgimisë natyrore, objekte të ndryshme, monumentet e natyrës, dhe rreth i Fierit i ka këto me bollëk, siç tha dhe profesori, siç i ka dhe gjithë Shqipëria. Në aspektin turistik, rëndësia atyre është e padiskutueshme. Në shumë eksperienca botërore, gjitha vendeve që i kanë potenciale të tilla, i kanë shfrytzuar ato më së miri në zhvillimin e turizmit. Këtë shance ka dhe Shqipëria dhe edhe rreth i Fierit. Dhe është mirë në radhë parë të ndryshojmë konceptin ose mundësinë, dijen se çfarë ofron Fieri në këtë fushë. Sepse deri tani Fieri më shumë nga pikpamja turistike cilësohet si një qytet tranzit, pra njerëzit ndalojnë pinë një kafe në Fier dhe vazhdojnë mëtej, shumica them, e njohin prej Apollonisë, pa diskutim, Apollonia njihet jo vetëm në Shqipëri, por edhe më gjerë, e njohin prej Divjakës dhe kaq mbyllet pak a shumë potenciali turistik që ofron rreth i Fierit. Kur në fakt pra janë shumë ato që në pamje të parë nuk dalin ose nuk duken, por që janë resurse shumë të rëndësishme. Dhe shfrytëzimi turistik i tyre krijon mini ambiente për cilët bota sot i kërkon. Ka i koha e turizmit masiv në kuptimin e plazheve dhe qëndrimit ditëve tëra në plazhe, dhe ai që vjen në plazh do që ato ditë ta kombinojë atë qëndrim në plazhin e Semanit, themi, me një vizitë të këtyre objekteve të ndryshme. Dhe mundësitë janë të shumta. Sot filloj me sensibilizimin dhe unë vetë isha në shkollën e Semanit, një shkollë fshati, dhe vërtet jam impresionuar nga pritja nga interesi që kishin ato nxënës, që ishin viti 4, dhe vërtet ishin shumë të interesuar dhe shumë të prirur për zhvillimin e turizmit. Shikoj edhe shenjat e para, ato që tha profesori, nuk është një lokal ai që do ta zhvillojë diçka, por ai çon të parët atje që ta njohin fillimisht atë zonë dhe të zhvillojnë. Që unë pa u zgjatur, ndoshta do vi prap momenti për të folur, por pa u zgjatur këtë pikë them që potencialet janë të shumta, rëndësishme është të njihen, të ruhen dhe pastaj të vihen në shfrytëzimin turistik. Nuk mjafton dështira, janë të gjitha këto hapa që duhet kaluar për të pasur një zhvillim atë që u tha fillim qëndrueshëm turizmit në gjithë Shqipërinë dhe në rrethin e Fierit. Qartë, ju falenderoj. Atëherë zoti Mesina, sërish do doja të vilja mendimin tuaj. Në rast se kërkojmë dhe flasim për të ruajtur diversitetin biologjik apo atë natyror, cilat janë mekanizmat e para që duhet të implementojnë në këtë rast? Allora, qual è la vostra opinione per un sviluppo stabile in un territorio sostenibile? Puntare sulle competenze, puntare sulle risorse e puntare sul partenariato pubblico-privato. Duhet të puntojmë më shumë, do të thënë duhet të shikojmë më shumë kompetencat në këtë rast të bashkisë, duhet të përshtatemi më shumë me punën që bën privati dhe publike dhe të risorse. Se noi puntiamo su questi 3 pilastri, non abbiamo il problema della crescita. Nëse neve do të shikojmë këto 3 shtylla, atëherë nuk kemi asnjë problemi. Il professore Ciriasi, facciamo l'albergo, facciamo il ristorante e non ci rendiamo conto di quello che c'è attorno. Ma perché uno dovrebbe venire lì? I them profesor Ciriasi, bëjmë lokalin, bëjmë hotelin dhe nuk shikojmë se çfarë kemi për rreth. Atëherë një njeri pse duhet vi aty? È la motivazione che dovremmo farci ognuno di noi. Është motivi që duhet kemi çdo kush nga ne kur bën një punë të tillë. Ed è la responsabilità del comune, degli enti pubblici, ma anche degli operatori privati. Dhe kjo është në dorë të bashkisë, të enteve publike, por edhe të operatorit privat. Cioè è una responsabilità comune, solidale. Duhet parë me shumë rëndësi nga të gjithë, në bashkëpunim nga të gjithë ka 3 që përmendëm pak më përpara. L'altro problema fondamentale sono le competenze. Dhe problemi tjetër më i rëndësishëm janë kompetencat. Se io ho avuto i soldi per poter realizzare un albergo, un ristorante, un servizio turistico. Në qoftë se unë kam pasur lekët, themi për të bërë një hotel dhe për të bërë një lokal, është një servizio, është një gjë turistike që po krijoj dhe po bëj për komunitetin. E non capisco che ho bisogno di qualcuno che mi apporti la competenza per poter gestire in maniera corretta questo
Por nuk kuptoj kush i ka këto kompetenca për të arritur që ta trajtoj dhe në mënyrë të rregullt këtë gjë. Creo soltanto un disequilibrio economico alla mia azienda e al mio territorio. Dhe kështu i krijoj një disekuilibër shumë të madh, domethënë aziendës time, komunës dhe gjithë komunitetit që kam. Terzo problema. Ogni operatore privato deve capire che deve collaborare con gli altri operatori privati e con la pubblica amministrazione. Dhe problemi i tretë është që çdo operator publik duhet të bashkëpunojë me operatorët e tjerë publik dhe me qeverisjen vendore. Bisogna creare prodotti che sono l'insieme di diverse componenti. Albergo, ristorante, bus, guida turistica, monumento naturale, monumento culturale, patrimonio identitario. Pra, duhet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin këta operator privat për arsyeën e vetme që të krijojnë diçka të reja dhe në lidhje me njëra tjetrën. Pra, dikush restorantin, dikush hotelin, dikush risorsen kulturale dhe kështu me radhë. E tutto questo promuoverlo sui mercati che sono più interessanti per questi prodotti. Dhe e gjithë kjo e bërë në bashkëpunim dhe në lidhje me njëra tjetrën, ta promovojnë këtë gjë në merkatin turistike për të ardhur dhe për të sjellë turistët në mënyrën e duhur. Facciamo un esempio concreto. Nei primi 8 mesi di quest'anno, da gennaio ad agosto del 2009, in Albania sono arrivati 1.303.823 turisti internazionali. Atëherë, le të japim një shembull të këtij viti, 8 muajt e parë të vitit, në Shqipëri kanë ardhur 1.300.000 turistë. Di questi 1.300.000, 800.000 sono arrivati a luglio ed agosto. Nga këta 1.300 e ca 1.800.000 e ca turist, 800.000 kanë ardhur vetëm në korrik dhe në gusht. E di questi, quindi 550.000 in 6 mesi e 800.000 in 2 mesi. Dhe gjithë të tjerët në 5 muajt e tjerë, vetëm 800 në 2 muaj. Da dove venivano questi turisti? Perché questo è importante. Nga vinin këta turistë dhe kjo është gjë më e rëndësishme. Il 72% di questi turisti vengono da Kosovo, Macedonia, Serbia e Montenegro. 72% e këtyre turistëve vinin nga Kosova, nga Maqedonia, nga Serbia dhe Malizi. 45% solo dal Kosovo. 40% vetëm nga Kosova. 3% dalla Germania. 3% nga Gjermania. 3% dalla Gran Bretagna. 3% nga Anglia. I signori del Kosovo, i signori della Macedonia verranno nei periodi di bassa stagione? La risposta è no. Persona turistët nga Kosova dhe nga Maqedonia do të vinë në pjesët e tjera të vitit? Përgjigjja është jo. Dobbiamo quindi promuovere il turismo albanese nei Balcani o in Europa? Pra duhet të promovojmë turizmin shqiptar në Ballkan apo në Europë? Ma che cosa vuole il turista europeo? E çfarë do turisti europian? Qualità dei servizi, Kualitet të shërbimit, accesso al prodotto, facilità nell'accesso al prodotto, akses në produkt, comunicazione adeguata, komunikacion të mirë, patrimonio naturale e patrimonio culturale. Trashëgimi kombëtare dhe trashëgimi natyrale. Abbiamo tutto. Kemi gjithçka. È come se fossimo in un bar e abbiamo tutte le bottiglie allineate sullo scaffale. Si në një bar që kemi të gjitha shishet të renditura shumë mirë. Ci serve un barman che prenda le diverse bottiglie necessarie per fare un cocktail e faccia un cocktail per lei che è diverso dal cocktail che voglio io. Dhe duhet vetëm një barist i mirë për të zgjedhur pijen e duhur për një koktejl të duhur dhe për zonjën, për shembull, në momentin e duhur, sepse ti e do ndryshe dhe unë e dua ndryshe. Ma bisogna che sia un barman competente. Por duhet një barist kompetent për këtë gjë. Noi formiamo queste persone. Ne formojmë këta persona. Economisti del turismo, coloro che seguono le politiche per il turismo, la gestione dei servizi turistici. Ekonomistë të turizmit, pra që arrin të bëjnë politikat e turizmit, gestione dei servizi turistici, hotelleria e ristorazione, guid të turizmit, të hotellerisë, information and communication technology e comunicazione e business language. Dhe komunikim, business dhe gjuhësi. Cioè i 5 professionisti direttori responsabili dei servizi per il turismo nel territorio. Pra 5
drejtorit, mund të themi, responsabile per turismo. Lo facciamo con 9 università europee perché siamo l'unica università che ha in Albania lo status di università albanese con 9 università, Portogallo, Spagna, Francia, Italia, che lavorano con noi e che l'anno scorso ci hanno mandato 22 professori universitari ad insegnare a Tirana. Dhe këtë punë e bëjmë me 9 universitete europiane që bashkëpunojnë me ne dhe vitin e kaluar na kanë dërguar 22 profesor të kësaj fushe. Ma così bisogna fare. Dhe kështu është e mira të bëhet. Altrimenti possiamo fare 30 volte che ci riuniamo, una volta l'anno, e fra 30 anni avremo una modifica marginale della crescita turistica. Dhe ne mund të bëjmë 30 herë në vit ose 30 herë rresht gjëra të tilla siç po bëjmë dhe sot, por nuk arrim në asnjë gjë dhe bëjmë kaq pak në turizëm. E non è quello che serve né all'Albania né ai cittadini di Fiere di questa regione. Dhe nuk është kjo që nevojitet Shqipërisë dhe qytetarëve të Fierit. Faleminderit. Atëherë zoti Zeqaj në vijim dhe të fjalës së profesorit. Turizmi aktual është pjellë një absidence totale, le të themi, nga instancat përkatëse apo ka pasur mungesë të burimeve njerëzore? Pra shihet pak sa gri kjo? Jo, patjetër, është së pari një herë gjatë këtyre 20 vjetëve për turizmin ka pasur koncepte të ndryshme dhe optimizme të ndryshme, besime të ndryshme. Unë besoj që së paku në Fier dhe në qarkun e Fierit, problemi i turizmit ose i të ardhmes së turizmit është i përcaktuar drejt, ose piketat që ne kemi hedhur janë piketa të vendosura drejt edhe si rezultat jo vetëm këtij bashkëpunimi që jemi sot në studio, por dhe bashkëpunimeve të tjera. Pra, më vjen mirë që sot në Bashkinë e Fierit, në qarkun e Fierit, në shumë institucione shtetërore janë të qartë se ku do të shkojë Fieri si qytet dhe si qark për turizmin bregdetar apo për vlerat e tjera që ne po theksojmë sot. Do të shfrytëzoj rastin për të duke marrë spunto edhe nga një shqetësim i profesorit që jashtë nesh punojnë grupe pune dhe një rëndësi shumë të madhe do të vendosim rishikimin të akteve ligjore dhe nënligjore për monumentet e natyrës, sepse nëse mendojmë për një moment nëse projekti ynë mbyllet me vendosjen edhe të tabelave tek monumentet e natyrës, pra është një monument që natyre që mbrohet nga shteti, do të jetë e vështirë që ky monument të ruhet apo të mirëmbahet nëse nuk do të pasohet edhe me mbrojtje ligjore, pra me akte ligjore dhe nënligjore. Pra besoj që ne do ta pasurojmë në një projekt tjetër ose në një qendrim tjetër edhe mbështetjen e këtij projekti apo në përgjithësi të monumenteve të natyrës me ligjin, me shtetin, pse jo pastaj edhe me administrata tjera që janë në nivel lokal. Qartë, zoti Qiriazi, trashëgimia natyrore sipas koncepteve botërore, a ka një filozofi në këtë? Natyrisht që ka. Trashëgimia natyrore bën një vlerë unikale. Nëse kjo vlerë unikale, produkt i lisive natyrore, kuptohet, është që shtrihet brenda kufive të një vendi, ajo quhet trashëgimi kombëtar. Nëse vlera unikale i ka përzihen kufit e një vendi të caktuar, atëherë kjo vlerë, ky sit, ky objekt i natyrës së këtij vendi merr statusin e trashëgimisë botërore, natyrore botërore. Kjo vlerë tashmë është natyrisht pasuri për atë vend që e ka, por në njëjtë kohë është vlerë, është pasuri e gjithë njerëzimit. Pikërisht pse ka këtë cilësi, kjo vlerë, ky objekt, ky sit merret në mbrojtje nga ligji ndërkombëtar, nga konventa e trashëgimisë botërore. Një konvent e iniciuar qysh në vitin 1972 dhe që ka në gjirin e vetë të firmosur të antarë të vetë, ka 186 shtete. Midis tyre është dhe vendyn antar i kësaj konvente. Çdo antar i kësaj konvente ka detyrimet në njëjtën kohë ka edhe të drejtat e veta. Detyrimet janë të lidhura me detyrimin që çdo shtet duhet të bëjë një inventar në bazën e studimeve e specialistë të fushave të ndryshme të natyrës së vet, të hapësirës së vet.
ku duhet të evidentoj të gjitha ato vlera që janë të karakterit unikal në shkallë botërore. Të bëj listën dhe këtë listë ja paraqes Komitetit Trashëgimisë Botërore. Komiteti Trashëgimisë Botërore pastaj me ekspertët e vet vjen bën verifikimin në vend të këtyre vlerave. Dhe jep natyrisht ndihmësin e vet tepër të kualifikuar për përgatitjen e dosjes që ky sit të hyjë në listën e trashëgimisë botërore. Dhe mbasi përgatitet dosja, paraqitet në Komitetin e Trashëgimisë Botërore, aty mbi bazën e mendimeve të organizatave të pavarura, Komiteti i Trashëgimisë Botërore, që përbëhet nga 25 antarë me mandat 3 vjeçar, nga gjithë antarët zgjidhen e Konventës së Trashëgimisë Botërore, zgjidhen 25, të cilët për 2 vjet ndrohen, vinë 25 të tjerë dhe kështu me radhë. Ata votojnë dhe nëse janë të bindur, i japin miratimin për ta regjistruar këtë vlerë, këtë sit të trashëgimisë botërore në listën e trashëgimisë botërore. Këto janë vlera të cilat për të cilat kujdeset, të cilat i mbron Konventa e Trashëgimisë Botërore. Në një të kohë, kjo konvent si antar detyron gjithë antarët e vet që të fusin në legjislacionin e tyre, në strategjitë dhe planet e zhvillimit të vendit të tyre, të fusin edhe sitet e trashëgimisë botërore. Të fusin ato në planet e ruajtjes, por njëkohësisht në planet e shfrytëzimit të qëndrueshëm, shfrytëzimit dhe menaxhimit shkencor të tyre, që vlera të mbetet vlerë dhe njëkohësisht prej kësaj vlere të punojnë të ardhur, kjo vlerë të gjenerojë të ardhur në mënyrë të veçantë nëpërmjet shfrytëzimit turistik të tyre. Jo duke i mbingarkuar, jo duke ndërtuar aty në mënyrë kaotike, siç ndodh në mjaft të sitet të trashëgimisë son, por duke i menaxhuar mbi bazën e studimeve detajuara dhe duke përcaktuar kapacitetin mbartës të tyre. Dhe mbi këtë bazë lejohet zhvillimi mbi bazën e planeve të menaxhimit e zhvillimit turistik. Brenda këtij siti caktohen edhe sektor strikt të mbrojtur, ku dhe studiosi duhet të hyjë me leje. Ndërsa sektorët e tjerë ndahen sipas mënyrës shfrytëzimit tradicional, shfrytëzimit të qëndrueshëm ose të rekreacionit turistik. Pra, duhet studiuar dhe vlerësuar vlerat ashtu siç i konsideron sot bota, jo si stoli, ato vërtet janë stoli dhe që duhen ruajtur me fanatizëm, por si vlera të cilat të gjenerojnë për brezin tonë dhe për brezat e ardhshëm të ardhura mundësi zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit. Dhe ne kemi këto mundësi dhe është për të ardhur keq që nuk dimë që t'i shfrytëzojmë këto mundësi për të zhvilluar turizmin tonë mbi ato baza që theksoi profesor Messina. Faleminderit profesor. Kam shtypjen se më tepër rrethet e startit të këtij projekti ka ndier dhe përjetuar zonjusha Xhallaja apo jo? Sepse kam parë që keni siguruar një fond të gjerë dhe të gjitha pikave turistike, të gjitha asaj vlere që ne mbatim sot në Qarkun Fier. Dua të më cilësoni hap pas hapi, fazë pas faze, si keni bërë këto grupime, ndërkohë që unë i lutem regjist të na lançoj dhe pamjet gjatë kohës që Rezarta na informon. Atëherë, kjo është një temë të cilën unë e kam filluar që në vitin 2002 për shkak të marrjes së një teze të mbrojtjes së diplomës të universitetit. Në fakt, koncepti i monumenteve të natyrës është futur pak vonë në Shqipëri në krahasim me vendet e tjera të botës dhe fillimisht ishte edhe pak skeptike në lidhje me marrjen e kësaj teze apo jo, duke ditur që në pamje të parë Qarku i Fierit apo rreth i Fierit rrinte përshtypje një territor jo fort të larmishëm. Por me sa duket edhe natyra këtu bën çuditëra sepse unë vërtet u impresionova nga dokumentimi fotografik dhe ekspeditat në terren, pasi rezultoi që Qarku i Fierit, madje edhe vetë rreth i Fierit, edhe pse më sipërfaqe më të vogël se qarku, kishte vlera të jashtëzakonshme natyrore. Dhe sidomos këtë kategori të tretë të zonave të mbrojtura që janë monumentet e natyrës. Në fakt, përveç këtyre objekteve, ndërkohë që dhe shohim edhe pamjet, këtu bëhet fjalë për dunat e Semanit. Pra e keni përzgjedhur me kujdes, le të themi, pasuri që dhe ne sot po i shikojmë. Ka ndërkohë pak vëmendje për t'u treguar si të tilla apo jo? Po, në fakt ka një ligj të vitit 2002 ku disa objekte të Qarkut të Fierit janë shpallur me detyrim të veçantë monument natyre,
rreth i firit të shpallur nuk është se ka shumë objekte, ka vetëm 5 të tilla, mirë po duke parë edhe vlerat të tjera të cilat nuk e kanë marrë statusin e monumentit të natyrës, ne mendojmë se duhet të bëhen hapa për të hedhur përpara dritë mbi këto objekte dhe për të bërë të mundur një listë ku propozojmë me anë të këtij projekti objekte të cilat meritojnë të marrin statusin e monumentit të natyrës. Pastaj po të kalojmë në rang qarku, ka dhe akoma më shumë vlera të shpallura edhe të pa eksploruara, të cilat nëse do të vlerësohen ashtu siç duhet dhe të mbrohen, të njihen nga opinioni publik, do të mund të jenë një burim shumë i mirë për zhvillimin e turizmit në qarkun e Fierit. U bën tashmë 7 vjet që prej marrjes së tezës së diplomës që e kam shkelur teritorin e qarkut të Fierit për të bërë dokumentimin fotografik dhe pastaj hap pas hapi në bashkëpunim edhe me profesorët edhe me studimet e tyre që na kanë shërbyer si fazë të fjalës zonjushës Hoxhallari, doja edhe mendimin e profesor Dokës. Sepse kemi dhe pamjet ilustruese dhe doja çfarë keni parë zoti Doka si më pikante në qarkun Fier, atë që sot mund të ofrojë, mund të grish turistët? Oferta është e shumëllojshme, e gjithanshme, nga objekte nga më të thjeshta, themi edhe një pemë e veçantë, themi një rrap shekullor, edhe i përbën një monument. Ndoshta për të bërë një paralelizëm dhe me rajonin. Patjetër. Nga një objekt pra i veçuar që mund të jetë thjesht një pemë, një rrap shekullor, i cili është një monument natyre, por është dhe një kulturë shpirtërore, ka një lidhje, një simbol i jetës në një zonë caktuar, ai ka një histori të veçantë. Aty mblidheshin njerëzit apo mblidhen akoma, aty vareshin shpallje nga të gëzimi deri te hidhërimit e tjera. Pra, është një monument natyre që merr dhe vlera shumë të rëndësishme shpirtërore. Dhe Fierit nuk i mungojnë të tilla, pra nga monumentet veçuara deri tek dunat që sot është diçka që janë prishur dhe këtu i gjen, domethënë është një çdo vizitor do t'i shikonte me kujdes këto. Apo Karavastan që është një ekosistem i rrallë që zor mund gjendet. Problemi është gjithmonë sa jemi ne koshient, sa ja dim ne vlerat këtyre dhe si mund të jemi në shërbim turizmit. Në vazhdim të atyre që tha profesor Mesina, unë jam plotësisht dakord për edukimin që duhet në universitete, në shkolla. Por para kësaj ka shumë gjëra të vogla në thojza që ndikojnë direkt në zhvillimin e turizmit. Ne po formojmë plot, jo vetëm Universiteti për turizmin, por edhe në Universitetin e Tiranës, në çdo vit nxjerrim student që është në nivelit parë, nivelit 2 deri master e doktoratura, ku një pjesë e mirë kanë objekt turizmi dhe nuk na mungon ky aspekt. Po vinë dhe shumë të specializuar për turizëm edhe që studiojnë jashtë vendit. Problemi është zgjidhim ato që quhen thash të gjëra të thjeshta në thojza. Kur afër një monumenti kaq të bukur, shef një zonë plerash, atëherë ja ke humb komplet vlerat atij. Kur një rrugë që të çon atë jo të ndihmon por të strapacon, atëherë përsëri ke humbur vlera. Dhe është pikërisht ky bashkëpunimi. Dhe për mua edukimi i parë duhet filluar me ata që investojnë fushë në turizm. Mund të bësh një lokal shumë të bukur, mund të bësh një restorant, çfarë është brenda mureve dhe rrethimit restoranteve që ne janë shumë të bukura. Sa del jashtë rrethimit tyre, aty fillon problemi. Dhe ajo individualja duhet marrë një karakter më të gjerë, më komunitar, më në shërbim të turizmit. Dhe një njerëz që vjen në këtë zonë, ato që thanë fillim nuk mjaftohet thjesht me një ushqim, por ai do të dalë, do të shikojë, do të vizitojë. Dhe këtu për mua ka shumë për të bërë, qoftë nga komuniteti, qoftë nga drejtuesit lokale të tjera. Duhet një sistem i tërë funksionojë që të kemi vërtet një zhvillim turizmi. Po, zoti Zeqaj, sërish do vërtetemi tek ju. Ka patur një program, le të themi, përpara kësaj iniciative, pra një program për punën kërkimore dhe shkencore në këtë pikpamje, dhe cili ka qenë informacioni ose cili është informacioni ekzistues pranë bashkisë? Ne kemi një burim shumë të rëndësishëm, thjesht si bashki pa nënkuptuar bashkëpunëtor, është strategjia e zhvillimit të qytetit, e cila ka një kapitull shumë të rëndësishëm edhe për turizmin. Strategjia, kemi thënë, nuk është mendimi i kryetarit apo i stafit, është mendimi i gjithë njerëzve të kulturës. Dhe ata kanë hedhur prioritetet edhe për fushën e kulturës ose të turizmit. Mbas kësaj, edhe ne bëjmë përpjekje duke kërkuar aleatë të tjerë, duke zgjeruar rrethin për të përcaktuar shumë mirë drejtimin dhe për të hedhur hapat sigur. Unë shfrytëzoj rastin për të theksuar që me profesor Mesinën kemi të përcaktuar dhe hapat tjerë
lidhur dhe me atë që ka tha profesori, pra që ti të evidentosh vlera, apo do ti reklamosh, ti propagandosh, ti mirëmbash, ti ruash. Kjo është pikpyetje shumë e madhe. Besoj që ngritja e një dege të Universitetit të Turizmit në Fier, që do të jetë vitin tjetër, i përcaktuar që vjet, Lajm. Po. Jo, janë të hedhura në letër, janë plotësisht përcaktuara, nuk është se janë thjesht të lidhura me projektin aktual. Do të jenë hapa sigur që do të nxjerrin njerëz të tjerë të cilët do të vlerësojnë monumentet e kulturës në rastin konkret, do të vlerësojnë mënyrën e ndërtimit të një hoteli, mënyrën e ndërtimit të një restoranti, mënyrën e shërbimit. Pra, edhe Fieri do të ketë jo thjesht njerëz të mençur e intelektual, por do të ketë edhe njerëz të ditur për turizmin, të ditur për gjitha llojet e turizmit dhe sidomos për këtë turizëm që ne po flasim në studio. Po. Atëherë nuk e di nëse Po, kishte doja të shtoja diçka, në fakt mbështetja e Bashkisë Fier dhe në veçanti e kryetarit të Bashkisë për Politinë Shkencore ka qenë gjithmonë e madhe dhe shumë dashamirëse, pasi ky projekt nuk është vetëm hapi i parë që ne kemi bërë në lidhje me trashëgiminë natyrore dhe monumentet e natyrës në qarkun e Fierit. Ka qenë edhe një projekt i mëparshëm kur ne kemi nxjerrë një produkt për trashëgiminë natyrore vetëm të rrethit Fierit, një monografi dhe pasojmë tashmë duke kaluar nga nivel rrethi në nivel qarku, që do të thotë që në Bashkinë Fier ka një suport jashtëzakonshëm ndaj punimeve shkencore dhe bashkëpunim me profesorë dhe me studiues të gjeografisë apo edhe të fushave të tjera të shkencës. Qartë. Duke qenë se dhe minutat dhe bisedës tonë janë të kufizuara, zoti Messina, Universiteti Europian i Turizmit është një çerdhe diturie apo diçka më tepër? L'Università Europea per il Turismo è un nido della sapienza o qualcosa in più? Siamo prima di tutto un'istituzione di ricerca, di insegnamento e di trasferimento di informazioni agli studenti. Jemi mbi të gjitha një institucion në kërkim, ku studion kërkon di ricerca di didattica e di trasferimento di sapere ai nostri studenti. Të informacionit dhe atë që studentët tanë marrin, ta japin atë në terren. Dopodiché riteniamo che sia necessario dare un contributo nella realizzazione concreta di iniziative sul territorio. Pra, ato që ne japim në universitetin tonë, studentët të konkretizohet në terren. Alcuni progetti. Non voglio citare quelli che ha già citato il sindaco di Fier. Disa projekte, për shembull, nuk dua të them ato që kryetari i bashkisë apo i tha. Ma, per esempio, abbiamo realizzato a Tirana un incubatore di idee innovative di impresa nel turismo. Për shembull, në Tiranë kemi krijuar një inkubator të ideve të turizmit. I nostri studenti presentano le loro idee progettuali di impresa. Studentët tanë japin idetë e tyre të projektit. E noi come docenti li accompagniamo per poter far sì che queste idee diventino aziende. Dhe ne, profesorët, i shoqërojmë që idetë e tyre të bëhen realitet në aziendat e... E abbiamo realizzato con una società specializzata un fondo di investimento da 12 milioni di euro per i nostri studenti. Dhe kemi krijuar dhe kemi marrë një fond për studentët tanë prej 12 milioni di euro? 12 milioni di euro per i nostri studenti. 12 milioni euro për studentët tanë. Ricordiamoci, in Albania servono ogni anno per i prossimi 15 anni 3.000 nuovi professionisti del turismo. Duhet mbajmë mend dhe ta fiksojmë mirë këtë gjë që Shqipërisë per il prossimo anno? Per i prossimi 15 anni. Ogni anno per i prossimi 15 anni. Çdo vit i duhet për çdo 15 vjet 3.000 nuovi professionisti. 3.000 professionistë në turizëm. In Europa ne servono 270.000 ogni anno per i prossimi 15 anni. Ndërsa në Europë duhen 270.000 çdo vit për çdo 15 vjet. Lo dice l'Organizzazione Mondiale del Turismo. E thot Organizzata Botërore e Turizmit. Ditemi qual è il settore economico che ha una capacità, un trend di crescita come il turismo. Më thoni kush është një sektor tjetër ekonomik që mund të japi më shumë se turizmi. Quindi l'invito che io rivolgo alle famiglie, a coloro che ci stanno ascoltando,